Përshëndetje, miqtë mi. Mirë se vini në kanalin tim Tea Tarot. Për lexime personale më kontaktoni në Instagram Tea Tarot 2025. Dhe tani do të bëjmë një pyetje, do fokusohemi tek pjesa e lajmeve. Për pasuri, për trashëgimi, për prona, pra do të merrni, ju po prisni një lajm, do të merrni një lajm pozitiv tek pjesa e pasurisë, e pronave, e tokave, për 48 orë, pra brenda 48 orëve, do ta merrni këtë lajm që po prisni prej kohësh tek pjesa e pronave e tokave, të lajm pozitiv. Ky princ i monedhës tregon që ju shumë shpejt do të merrni këtë lajm pozitiv për 48 orë. Sepse ju jeni një person si kjo femër në të kalë që ecën drejt një rrugë plot me bollëk, të një perandore. Letra e diellit tregon që ju do të merrni një lajm transformimi. Me rrezet e diellit do të hyni në të kalë të bardhë dhe do të transformoni jetën tuaj, duke u ndriçuar nga këto rreze diellore. Keni rrotën e fafit që ju ndihmon, është një si hajmali që e mbani bas shpatullave, që ju ndihmon në rrugëtimin e jetës tuaj. Lajmi nga ky princ i shkopinjve do të vi për 48 orë që po e prisni prej shumë kohësh në jetën tuaj. Dhe këtë rrugë që ju kërkoni ta merrni, vetëm për të pritur këtë lajm nuk e bëni, jeni si të dyzuar në këtë rrugë. Dhe kjo femër, që është kjo sultanesh në fronin e saj, është një femër që ka luftuar fort, është një femër shumë e fuqishme për të marrë këtë lajm të tokave, atë pasurisë, të trashëgimisë që ju keni. Keni bërë një luftë të madhe, keni patur shumë mendime, shumë probleme, keni medituar fort në vetmin tuaj dhe më në fund, mbas lajmi që merrni, ju hypni në këtë kalë dhe ecni drejt perspektivave dhe drejt realizimit të ëndrave tuaja, mbas lajmi që ju vjen për 48 orë. Me kë rezonon kjo energji? Me gërmën G, gërmën G, gërmën T, R, L, S, E, P, Q, Q, K